Sot, kjo fest na pyet, sa dhe çfarë jemi të gatshëm të sakrifikojmë ne. Jetojmë në një kohë ku materializmi ka pushtuar mendjen dhe zemrën e njeriu. Jetojmë në një botë ku njerëzit shkojnë pas komoditetit dhe përfitimit të shpejtë, ku çdo gjë matet me para dhe interes. Por Islami na mëson se pa sakrificë nuk ka sukses. Pa sakrificën e gjumit dhe lojrave nuk ka dituri për fëmijët tanë, nuk ka shkollë për fëmijët tanë. Pa mund dhe studim nuk ka diplom, nuk ka zanat për të rinj dhe të rejat tona. Pa durim dhe përgjithësi, nuk ka familje të shëndosh. Pa djerës dhe përkushtim, nuk ka sukses në punë për punëtorët. Pa ndim, bashkim dhe solidaritet, nuk ka as xhami dhe xhamat. Dhe pa drejtësi dhe përgjithësi, nuk ka shtet të qëndrueshëm për shoqërinë. Kurban Bajrami na mëson se me vlerë është ajo që kërkon mund, kohë dhe sakrificë. Edhe dashuria ndaj Allahut, edhe ndihma ndaj tjetrit, edhe edukimi i fëmijëve, edhe ndërtimi i së ardhmes, të gjitha këto kërkojnë flijim dhe sakrificë.